Kështu ari shndërrohet në një nga pasuritë më të çmuara në botë, dhe pothuajse asnjëherë nuk fillon në mënyrën që njerëzit e imagjinojnë. Para se të tregtohet, të grumbullohet apo të shndërrohet në monedha, ai duhet të përballojë një udhëtim përmes një ferri industrial. Makineri që e coptojnë, banja me cianid, metali shkrir dhe procese elektrolize. Por për ta kuptuar vërtet këtë proces, duhet të nisësh nga burimi, sepse përpara se ari të rafinohet, ai duhet të gjendet dhe duhet të jetë shumë i rrallë, apo jo. Sipas shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, i gjithë ari i nxjerrë në botë që nga fillimi i historisë së shkruar është aq pak sa mund të vendoset në një kub me brinjë rreth 22 metra. Por për ta kuptuar arin, fillimisht duhet të dish se ku fillon gjithçka, dhe kjo është pikërisht këtu, në minjerë. Nxjerrja e mineraleve është një proces intensiv dhe i lodhshëm. Ekzistojnë 3 metoda të ndryshme dhe secila ka sfidat e veta. Minjerat me grop të hapur janë forma më e vjetër e nxjerrjes së mineraleve. Meqense kjo metodë zhvillohet pranë sipërfaqes, nuk kërkon galeri të thella. Minjerat moderne realizohen me makineri të rënda, si buldozer dhe kamion gjigant. Kjo është metoda më e lirë dhe me rrezik më të ulët, sepse punëtorët mund të evakuohen më lehtë në rast fatkeqësie. Por kjo nuk do të thotë se është punë e sigurt. Gropat mund të shemben, prandaj anët e tyre ndërtohen në formë shkallësh ose taracash sigurie. Ekziston edhe një problem tjetër. Siç mund ta shihni, këto gropa zënë shumë hapësirë dhe mund të prishin rënd ekosistemin lokal dhe komunitetet përreth. Për më tepër, shumica e burimeve sipërfaqësore janë shfrytëzuar tashmë, që do të thotë se minjerat zakonisht duhet të shkojnë më thellë. Këtu hyjnë në lojë minjerat nëntoksore. Minjerat nëntoksore zakonisht duken kështu dhe vetëm duke i parë mund të ndihesh paksa i tensionuar. Për fat të mirë, puna sot është shumë më automatizuar se dikur. Nxjerrja nëntoksore kalon nëpër 2 faza kryesore. Së pari është faza e zhvillimit, ku hiqen shkëmbinjt dhe përbërësit e tjerë që nuk kanë vlerë. Kur kjo përfundon, minatorët kalojnë në fazën e prodhimit, ku burimi i synuar, në këtë rast ari, nxirret nga shkëmbi. Para se të merret ndonjë burim, duhet të bëhet një analizë shtresës së mineralit për të përcaktuar vendodhjen e saktë të depozitës. Nxjerrja minerale është shumë e kushtueshme dhe kjo shmang punën e panevojshme. Për më tepër, ndihmon edhe në parandalimin e shembjeve. Masat e tjera përdoren gjithashtu për të siguruar minjerat nëntoksore. Këta janë tuba që frin pluhur gëlqëror të grimtësuar mbi muret e minjerës, quhen rock dusters, dhe muret e mbuluara me këtë pluhur nuk marrin zjarr aq lehtë. Pastaj janë këto makineri që quhen roof bolters, të cilat fiksojnë tavanin e minjerës me bulona sigurie. Makineritë hidraulike shtyjnë bulonat në tavan për të parandaluar shembjen. Më pas, janë makineritë shotcrete, si këto, që spërkasin muret me një përzierje të lagësht për të forcuar strukturën. Ka edhe ndihmës të rinj, dronë që mund të inspektojnë vende ku do të ishte shumë e rrezikshme të shkonin njerëzit. Kamionët, shpuesit dhe ekskavatorët që po shihni gjithashtu kontrollohen nga distanca për ta bërë punën më të sigurt. Tani mund të fillojë nxjerrja e vërtetë. Nëse minjerat nëntoksore ju duken shumë të frikshme, ekziston edhe një mënyrë tjetër. Minjerat aluvionale. Ky është lloji që mund ta keni parë në filma. Ai përfshin larjen dhe sitjen e mineraleve të përziera me sedimente. Minjerat aluvionale janë më të thjeshtat, por nëse dëshironi t'i përdorni, duhet të studioni me kujdes zonën për të përcaktuar sa material ka në të vërtetë dhe nëse ka mjaft ar të rikuperueshëm për ta bërë operacionin të qëndrueshëm. Nëse përqendrimi i sedimenteve është më i lartë, do të duhet më shumë punë për ta nxjerrë arin. Vlen të kujtohet se shumica e njerëzve gjatë etheve të arit në Kaliforni përfunduan të falimentuar. Një minjer tipike ari funksionon për rreth 10 deri në 30 vjet. Gjatë këtyre viteve, procesi i gjatë dhe i mundimshëm i nxjerrjes zakonisht është ndron shkëmbin dhe mineralin në një alazh metalik,
që është rreth 60 deri në 90% i pastër, por kjo ende nuk është e mjaftueshme. Shufrat e arit që shihni në mintin e Shteteve të Bashkuara nuk dalin drejt për drejt nga minjera, pra çfarë ndodh më pas? Së pari, ato duhet të kalojnë këtu, në fabrikën e përpunimit të arit. Këtu ka shumë nxehtësi dhe kimikate, për ta thënë thjesht. Pa to, nuk do t'i shinit kur ato shufrat të arta që shkëlqejnë. Sepse edhe nëse ari del nga minjera me 90% pastërti, ende ka shumë pa pastërti në mineral. Shikoni këta njerëz, duket sikur po heqin diçka. Ky është hapi i parë për shumë burime ari. Ai realizohet përmes proceseve të zvoglimit të madhësisë, si coptimi ose bluarja, që rrisin sipërfaqen për fazat e tjera të përpunimit. Kjo gjithashtu ndihmon për ta ndarë më mirë arin nga materiali me të cilin është i përzier. Pas kësaj, ka disa mënyra për të vazhduar. Një nga metodat që mund të përdoret në rafinimin e arit është cianidi. Në këtë proces, uji përzier me cianid spërkatet mbi grumbuj mineralesh të grimcuar. Alternativisht, minerali mund të vendoset në tanke që përmbajnë tretësirë cianidi. Ky kimikat shpërndan arin nga papastërtit, por është edhe një praktik shumë e debatueshme. Cianidi është një kimikat shumë toksik dhe ka ndodhur derdhje aksidentale. Që nga vitet 1970, miliarda litra ujë të ndotur me cianid janë lëshuar në mjedis, gjë që mund ta merrni me mend duke parë këtë lloj pamjesh. Fatmirësisht, ekzistojnë edhe metoda të tjera, si ndarja mekanike. Kjo metodë përdor gravitetin, rrjedhjen e lëngjeve ose forcën centrifugale. Për shembull, shikoni centrifugën teksa rrotullohet. Minerali brenda fushës së forcës centrifugale përbëhet nga grimca me densi të ndryshme, që do të thotë se ato lëvizin ndryshe nën këtë forcë. Nëse rrotullohet mjaftueshëm herë, ato ndahen natyrshëm nga njëra tjetra. Meqense ari ka një densi shumë të lartë se mineralet e zakonshme me të cilat përzihet, ai rikuperohet më lehtë. Por kjo ende nuk mjafton për të krijuar shufrat e arit që mund të dëshironi të blini si mbrojtje kundër inflacionit. Nevojitet edhe një hap tjetër rafinimi për të arritur pastërti pothuajse totale. Këto shufra të bukura ari janë mbi 99% të pastra dhe të paktën disa prej tyre kanë kaluar një për një proces elektrik. Elektroliza është një proces ku rryma elektrike kalon midis dy elektrodave si këto, duke kaluar përmes një elektroliti midis tyre. Në rafinimin e arit, acidi klorhidrik shërben si elektrolit. Aliazhi i arit shërben si anod, elektroda me ngarkesë pozitive, ndërsa katoda, ajo me ngarkesë negative. Zakonisht, është një fletë e hollë ari me pastërti të lartë. Rryma që kalon midis tyre ionizon elektrolitin dhe rrit pastërtin deri në 99.9%. Ky quhet procesi Uhl-Hill. Nëse jeni në rregull me një pastërti pak më të ulët, vetëm disa decimal më pak, mund të përdorni një metodë tjetër, procesin Miller. Ai përdor diçka që ndoshta e mbani mend nga një detyrë shtëpie në shkollë. Nëse i keni kushtuar vëmendje historisë, do të kujtoni përdorimin e tmerrshëm të gazit klor gjatë luftës së parë botërore. Për fat të mirë, këtu përdoret në një mënyrë shumë më të kontrolluar. Procesi Miller përdor gaz klori që kalon përmes arit të shkrirë, siç mund ta shihni këtu. Gazi shkakton një reakcion kimik që ndan papastërtitë e mbetura. Ato ngrihen në sipërfaqe në formën e klorideve dhe më pas hiqen. Trajtimi zgjat rreth 90 minuta. Ky proces është më i lirë sa i mëparshmi dhe përsëri prodhon arë me cilësi investimi, me një pastërti rreth 99.5 deri në 99.8%. Por udhëtimi nuk përfundon këtu. Gjërat do nxehen sërish për herë të dytë. Nëse ari juaj ka kaluar përmes procesit Miller, ndoshta keni parë në filma se si çeliku i shkrirë derdhet në kallëpe për të bërë shpata. Me arin ndodh diçka shumë e ngjashme. Këta punëtor po derdhin arin në forma për të krijuar shufra. Ata duhet të jenë shumë të kujdesshëm dhe të veshin rroba mbrojtëse, sepse materiali i shkrirë është jashtëzakonisht i nxehtë.
Ari duhet të arrijë rreth 1064 gradë Celsius për të qenë në gjendje të lëngshme. Punëtorët duhet ta derdhin ngadalë dhe me shumë kujdes. Edhe pasi përfundojnë, materiali duhet trajtuar me respekt dhe lëvizet me lopata dhe pinca të mëdha metalike. Gjë që siç mund ta shihni, nuk është gjithmonë e lehtë. Megjithatë, puna e tyre nuk mbaron këtu. Çdo shufër ari duhet të kontrollohet për pastërti. Për këtë arsye, merret një monster me një tub vakumi nga çdo shufër për testim laboratorik. Nëse shufra përmbush standardet e kërkuara, ajo stampohet me një numër serial dhe një shenjë certifikimi, gati për të dalë më në fund në botë. Por ai ar mund të mos dalë gjithmonë si shufër, mund ta pres edhe më shumë zjarr. Këto janë monedhat e arit që prodhohen nga Minti i Shteteve të Bashkuara. Ato janë monedha ligjore sipas aktit të monedhave të arta të vitit 1985, por rruga për të arritur deri aty është e gjatë. Minti blen shufra ari nga tregu i hapur dhe kryen procesin e vet për të verifikuar pastërtinë dhe autenticitetin e secilës. Pasi ari kalon këtë test, ai shkrihet dhe përzihet sipas specifikimeve të sakta: 91.67% ar, 3% argjend dhe 5.33% bakër. Rezultati është një ar i qëndrueshëm, 22 karatësh. Pasi peshohen me saktësi, monedhat formohen në disqe të quajtura blanks, disqe bosh gati për dizajnin përfundimtar. Më pas, kalojnë në një proces stampimi. Kur procesi përfundon, ato janë gati të dërgohen tek tregtarët e autorizuar. Por mund të pyesni veten, përse i gjithë ky mundim? A do ta prish teknologjia arin, ashtu siç ka bërë me shumë gjëra të tjera? Ai është vlerësuar që nga kohët e lashta për bukurinë e tij dhe vazhdon të shihet si një ruajtës i fortë i vlerës. Veçanërisht si mbrojtje kundër inflacionit që të gjithë e kemi përjetuar. Qeverit grumbullojnë rezerva ari. Shtetet e Bashkuara kanë rezervën më të madhe në botë, rreth 8.133 tonë. Ky ar ruhet kryesisht në Fort Knox, në Mintin e Denverit dhe në depozitorin e arit në West Point. Standardi i arit mund të ketë përfunduar prej kohësh, por rezervat amerikane mbeten një mbrojtje kundër turbulencave ekonomike dhe ndihmojnë në ruajtjen e rolit të vendit në qendër të sistemit financiar global. Por a mund të ndryshojë kjo? Disa njerëz besojnë se kriptovalutat mund ta zëvendësojnë arin si ruajtës vlere. Elon Musk ka qenë një mbështetës i madh i kriptos, por nuk janë vetëm miliarderët eksentrik që mendojnë kështu. Edhe banka e Singaporit ka sugjeruar të njëjtën gjë. Megjithatë, ari ka dy gjëra që kriptovalutat dhe asetet e tjera digjitale nuk i kanë: rrallësinë dhe praninë fizike. Nuk mund të krijosh ar thjesht në një ekran kompjuteri, të paktën jo ende. Për më tepër, tregtia e arit është shumë e rregulluar dhe kur e blen zakonisht je i sigurt për atë që po merr. Ndërkohë, tregjet e kriptos janë goditur gjithnjë më shpesh nga monedha meme dhe mashtrime në vitet e fundit. FTX, monedha Hawk, ndoshta i mbani mend. Këto zhvillime kanë dëmtuar shumë besimin në kriptovalutat si një burim i qëndrueshëm vlere. Por ari do të mbetet gjithmonë i vlefshëm, jo vetëm për bukurinë e tij, por edhe për përdorimet industriale. Kjo është arsyeja përsa i vazhdon të jetë një nga investimet më të besuara në botë. Mjafton të shikoni gjithë mundimin që bëjmë ende për ta nxjerrë atë. Abononi në kanalin ton duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e ziles për të parë më shumë video të tilla. Faleminderit për shikimin.